Në ambientet e Universitetit Fanoli në Korçë u zhvillua konferenca shkencore me temë Një përkatësi greko-shqiptare në lindje, bashkëjetesë jo konkurruese në perspektiva gjithëpërfshirëse. Pjesë e projektit kërkimor ndërkombëtar të financuar nga Fondacioni Helen për kërkim dhe inovacion. Aktiviteti u realizua në bashkëpunim mes Universitetit Padhio të Athinës dhe Universitetit të Korçës, me synimin për të thelluar kuptimin e bashkëjetesës ndërkombëtare dhe ndërtimin e një identiteti të përbashkët greko-shqiptar. Kemi me shindra mira emigrantë shqiptarë që tashmë janë integruar në shoqërinë greke dhe këta kontribuojnë në mënyrën më të mirë, duke ndarë hallet e përbashkëta, duke ndarë hallet e përditshme në bashkëekzistencën e përkatësisë. Dhe në këtë mënyrë tregohet se identitetet nuk kundërshtojnë njëri tjetrin, pra nuk përcaktohen si e kundërta e njëri tjetrit, por në një shoqëri të globalizimit, në një shoqëri të një bashkimit evropian ku ne synojmë të hymë, është pikërisht bashkëjetesa e identiteteve, bashkëekzistenca e identiteteve, ajo që mbase simbolizon edhe këtë epokë që ne jetojmë sot. Gjatë konferencës kanë referuar pedagog dhe studiues të dy universiteteve partnere. Kjo veprimtari shkencore shërbeu si një platformë për të thelluar bashkëpunimin ndërkombëtar mes institucioneve akademike shqiptare dhe greke.